të trembin. Po ky është një emision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Dhe të mendosh që në këtë vend është paktën një njeri që nuk trembet nga asgjë. Dje pothuajse kam qar. Jo, dje kam qar edhe me të madhe. Dje kam qar për herë të parë mas kaq vitesh kur dëgjova kryeministrin. Se sigurisht ishte shumë i tronditur nga brenda, por mendoj që në fundit njeriu në mandatin e tretë ka fituar të drejtën të jetë i sinqert me popullin e vet. Doli përpara nesh i veshur, po pothuajse i zhveshur, domethënë shpirtërisht lakuriq. Dhe na tregoi një të vërtetë madhe. Pra u tregua shumë i sinqert. Do ta hani sa krau. Dhe unë nuk kam ç'u bëj, ngriti dhe duart përpjet. Praktikisht ishte një moment, unë do thosha në politikën e këtij vendi, një moment për të mos u harruar kurrë. Kryeministri që vjen dhe të flet si vëlla, si motër. Të vjen dhe të tregon të vërtetën. Do të hash nga gjitha anët. Do të hash nga energjia, nga çmimet, nga nafta, do të hash nga të gjithë. Dhe nuk kam se çfarë të bëj. Me një elokuencë për tu pasur habi, doli dhe i mori vetë përsipër të gjitha. Domethënë, që ju, se ka mes jush edhe nga ata të cilët nesër do dalin dhe do shajnë oligarkët që na rritën çmimet. Jo. Kryeministri doli dhe tha, merruni me mua. Nuk është faja atyre burrave. Arriti të parashikonte se çfarë do ndodh, na bëri një panoramë të gjerë se ç'ka ndodhur në Kinë, cili është problemi i Koreas. Foli edhe për motin, sigurisht. Foli për dimrat e ftohta amerikanë, për pranverat e lagshta europiane. Foli si një shkencëtar, foli si një gocë moti. Ne e tha të gjitha hapur me zemrën në dorë. Tani që jeni një popull që vetëm shani mbas krave, ky është problemi juaj. Por me atë burr aty që doli u tha trosh të gjitha, nuk keni pse merrni. Një kryeministër i cili i thot popullit të vet, do ta hash sa krau dhe unë nuk kam çfarë të bëj. Jo unë, paskush nuk ka çfarë të bëj. Madje me një sinqeritet të dhimbshëm dhe therrës, tha, ata që do hanë më shumë janë familjet, familjarët dhe bizneset e vogla. Don të gjithë të tjerët janë të mbrojtur, po këto janë palët që do ta hanë. U preka dhe qava, sidomos kur me fjali ku brenda të njëjtës fjalie ishte edhe informacioni që do ta hash sa krahu, por brenda të njëjtës fjalie ishte gjithashtu dhe informacioni i sukseseve të mëdha të këtij vendi. I një ekonomie të madhe që po ngrihet. I ringritjes së fuqishme nga armiku i padukshëm. Pra brenda të njëjtës fjali, kryeministri arriti të fuste dhe një të ardhme të zymt, por njëkohësisht dhe një të ardhme të shkëlqyer. Tashti që ju nuk dini dhe nuk arrini ta kuptoni dot kryeministrin tuaj, ky nuk është problemi i tij. Shihuni më të mbas 4 vjetësh. Tani do kthehemi, meqense dele të dashura, do të kthehemi meqense nuk kemi çfarë i bëjmë kryeministrit, edhe nuk kemi fare çfarë i bëjmë. Rëndësi ka që neve të protestojmë për vaksinat, por jo për ngritjen e çmimeve. Si dele të lumtura që jemi, unë propozoj pak aheng. Madje kështu aheng alla putineska. Të mos ngatrohet me ushqimet alla putaneska. Alla putineska është diçka alla ruska. Ky është një emision i sponsorizuar nga KGB-ja, domethënë nga ish KGB-ja, por që është FSB-ja sot, pra nga shërbime sekrete ruse. Marrin para edhe për lobime. Shpejt e shpejt, sepse sipas DJ Wizit, një tjetër spion rus në mediat shqiptare, kemi shumë pak kohë, kështu që do bëjmë një panoramë të shpejt të ngjarjeve që mbyllën javën që kaloi. Atëherë, çfarë kemi këtu? Kemi mbledhur një buqet me ndihmën e kolegut tim Florence Zerellari. Kemi një buqet që vjen me gjitha ngjyrat, ka jeshile, ka të zezë brenda, ja për shembull. Lexoj këtu që paska një 29 vjeçar paska marr peng përgjegjësin e zyrës arsimore. Kërkonte që të rikthente në punë familjarët. Dhe unë mendoj që ka vepruar shumë butë, sepse unë tisha si ai, domethënë do kisha filluar alla Corleone, domethënë duke thërur një karl në syt përgjegjësit. Çfarë kemi tjetër, që një qytetar në takimin e Berishës pas ka thënë jam me arrest shtëpie. Dhe i ka thënë, përveç kësaj i ka thënë Berishës si jepi gaz se jam i pari që marr kallashin. Tash se juve ndoshta dini të Berishën kështu si kot, ë? Mirë, po le të themi që Berisha do vepra, jo llafe. Kështu që gjithta që thonë do marr kallashin, po të jenë burra e marrin dhe tregojnë para kamerave, siç bëjnë ku diun ca repis shqiptar.
Erdogani pas ka pyetur Putinin sa antitrupa ke nga vaksina. Dhe Putini u përgjigj. Kam një, 30 batalione tankesh kufi me Ukrainën, 15 batalione në Krime, një 10 spiun në Shqipëri e të tjera. Shpërndante certifikata dezinfektimit të falsifikuara. E pas kanë arrestuar 58 vjeç tjetri në Berat. Tani juve mund të duket edhe si matrapazi korruptuar ky, por unë jam i prirur që këtë që shpërndante certifikata dezinfektimi të falsifikuara, jam i prirur ta shoh si një, si një burr që është pro kauzës, të minjve, edhe të buburrecave. Pra thjesht ky është me mint dhe jo me njerëzit. Ka lindur dhe fëmia i parë afgan në Shqipëri, quhet Albi. Kjo më duket një ngjarje e pafalshme për ekipin e PR-it të kryeministrit, sepse duhet kishin bërë patjetër që ky të kishte një emër, atë quaj Edi, Zaho, në një nga ato emra që i pëlqejnë kryeministit. Qeveria pas ka marrë vendim që garda të pajisjet me lëndë neuroparalizuese për protesta. Pra do protestoni ju, do e sulmojnë me lëndë neuroparalizuese. Në fillim mendova që do shpërndani hashash protestuesve, sepse nuk e kuptoj se me çfarë do ju paralizojnë nervat, po. Dhe për ta mbyllur, kanë nxjerrë në qarkullim një pajisje inteligjente, pra policia shqiptare, e cila identifikon shoferin që shkel rregullat e qarkullimit. Dhe me sa lexova, identifikon gjinin në radhë parë. Ore, tash këta çfarë duan të bëjnë që, pse duhet që të identifikoj gjinin? Cila është po themi gjoba që do i vendoset, është një gjobë me bazë gjinore, ku ti unë. Si më thënë, do i fusin te gel këtij shkelësit apo çfarë? Më duket po për ata që s'kan gjini, le të themi, ose që kanë gjinira mikse, ose thjesht për burra që janë çik të rënduar nga pesha. Dhe duket sikur janë të një gjinie jo nga ajo që janë. Nuk e di se si do bëj kjo makineria, por do jetë një gjë shumë e bukur kur të çon gjobën në shtëpi, sepse de facto është një porno pajisje. E ka policia shqiptare. Sot nuk është e hënë.